Shkruesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini. Shteti janë ligjet kurse pushteti është krim dhe krim të pushtet. Okej. Ka qenë gjithë të njëshi. Ka qenë merita e Dushan Mungosës, që mori gjithë kriminalët, vrasë në pagesë në e bëri komunistë, që vra komunistë patriotë. 24 antarë grupeve u vranë dhe atërë dhe filluan u vranë nacionalistët dhe me radhë deri sot. Kjo të vazhdojnë, çdo popull ka 1%. Çdo popull ka 1% të picit gjenetike. Merita e Mungosës dhe Serbisë është që këta picit gjenetike e ktheu në pushtet. Prandaj jo më potra, më posa në pushtet, krijoi 40 banda që ta donat lu, 20 banda dhe 5 familje mafioze. Apo që Blushi që ata në parlament, që tha që ti tha që krijuar banda dhe me ato rrinë të punon fare me qeverinë as me pushtetin. Dhe vërtet ajo shumë është donë dhe sot. Pra është një parti terroriste që me krimet që ka kryer, krimet kushtetuese, krime kundër shtetit dhe genocid me popullim, e kushtetuta e ka nxjerrë jashtë ligjit. Në qoftë se ju nuk e deklaroni dhe mos njohin, ju media të gjithë me radhë, atëherë ai ashtu do vazhdojë, se nuk pyet as për protesta as për gjë. Po nuk është çështje mediash kjo, kam përshtypjen çështje veprimtarie ligjore. E ka dhënë kushtetuta. Përderisa ka dhënë kushtetuta e thot kushdo, çdo qytetar, sepse kushtetuta është një marrëveshje bashkëjetese. Patjetër. Pra shteti dhe nëpërmjet kushtetutës gjithë qytetarët kanë drejt kërkojnë do ta zbatojnë të drejtë sovrane drejt për drejt. Do të thotë që kur kushtetuta e ka nxjerrë jashtë ligjit, do të thotë çdo qytetar, media e merr. Dhe ju do të thonë, Berisha nuk e thotë, e kam thënë unë. Nuk kemi më republikë kushtetuese në kuptimin e plot fjalës, është marrë që pesë situata. Se kushtetuta është shteti. Oj, dakord jam me ty, po nuk jemi më ne në një republikë kushtetuese. Po nuk jemi ne, po ne jemi, po. Ne mendojmë se jemi, po nuk është se jemi më. E themi ne, se kemi drejt se ka kushtetuta. Dakor. Kemi drejt se ka kushtetuta. Faleminderit për telefonatën. Mirëmëngjes Flavio. Po ky Sandri, mirë varsen, po ky pi dhe nga një çik farmak e ikën kuturu nëpër korridoret e Bashkisë Tepelen. Drejtori i marrëdhënieve me publikun është Varsexhi, po na doli dhe nuk e dim tash, se juve vetëm juve në Tepelen nuk dalin kështu drogaxhi. Po si e ka zbuluar tërmeti këtë komunist të vogël, prit kur të na dalë dhe ky si gjitësi i urës së Leklit. Hidh një sy nga prokuria e Gjirokastrës kur të vjedh varsën e radhës. Lumë ne me këto mostra, njëri do seks, një do tapet, një do varse, tjetri bredh me naftën e shtetit. Dhe si u hyn gjëm në komb. Flavio, ta duan gazetar nga Tirana, jo nga Gjirokastra, se i trëmb kokës qepari i Palloshit. Dakor, do vi dikush nga Tirana për ta parë situatën interesante të Tepelenës. Mirëmëngjesi, po pse më na bëre me dhimbje koke, Edin dhe Belën mbrëm te plugu. E mos e për rrugët folëm, numruam, i matëm, i kthyem përgjigje dhe të gjithë atyre që thonë në fajin e Kasaliu, fajin e Kashiu. Thjesht hapëm letra, do më të nuk është se morëm përsipër të mbrojmë apo të sulmojmë askënd. Thjesht dhe vetëm hapëm letra, dhe më të i hapëm xhepat, pam që mungonin 3.8 miliard. 3.8 miliard Miliard euro. 3.8 miliard